Përshëndetje jeta shef, të bëja një denuncim flagrant që na ka ndodhur në spitalin e Durrësit. Vëllai person një goditje të hënën e datës 22/9/2025 në vendin e punës. Ka lajmëruar ambulancën dhe nuk ka më rritur. Kolegët e kanë marrë vetë me makinë privat dhe e kanë dërguar në spital, por pafutërsia nuk mbaron këtu. Pasi ka shkuar në spital, është vënuar 1 orë gjys për të dhënë përgjigjen e një skaneri. Dhe kur fola me një infermiere aty, ajo tha që ju e keni dosjen të parën, ndërkohë që përgjigjen ne nuk kishim. Ne nuk na interesonte dosja është e para apo e fundit, na interesonte përgjigja dhe si duhet të veprojmë dhe çfarë duhet të bëjmë. Por ato pas kanë pritur që kanë dosjen tonë, doktori apo doktoresha, 50.000 lekëshin që të veprojnë. Mbasi kemi marrë përgjigjen që duhet të shkojmë në Tiranë, kemi folë dhe na kanë thënë që nuk kemi ambulancë. Kemi pyetur si veprojnë në tilla raste, kanë thënë që duhet të shkojmë me privat dhe ashtu vepruam. Por vonesat nuk përfunduan këtu. Vëllai është vënuar 3 orë gjys deri në 4 orë për të shkuar në urgjencën e Tiranës dhe pastaj në spitalin nëmër 5 neurologjisë. I bëj thirrje kryeministrit të zbresë vetë në Durrës edhe në spitalin e Durrësit, jo se ai është më mirë se të tjerët, se ministre apo ministri i shëndetësisë, se nuk di çfarë është, femër apo mashkull, po të marrë situatën në kontroll, se po rrezikohen jetët e njerëzve ashtu siç ju rrezikua vllai tim, që tash është i paralizuar në krahun e majt. Faleminderit, jeta është qef.